Përshëndetje. Ju falenderoj shumë që pranuat, domethënë të bisedonit për një gjë të veçantë me cilin ju merreni praktikisht, ne ndodhemi pranë fermës tuaj dhe merreni me diçka të veçantë, me një kultivim specifik, që ka të bëjë me kultivimin e kormillit. Si lindi kjo ide? Nisi fillimisht për të bërë një biznes, për shpenzuar disa energji diku. Dhe fillimisht duke kërkuar, pastaj edhe duke na thënë njerëz tjerë, edhe duke dëgjuar njerëz tjerë, unë dalëm te bujësia fillimisht, sepse është diçka me perspektivë. Pa humbur kohë sepse fjalët e shumta janë fukarallëk, ajo që shifet është tek terreni. Ervina, atëre jemi në hyrje të fermës. Sigurisht që ne juve do të na shpjegoni gjithë procesin që ndjek këtë kultivim. Ferma e kormillit fillon me ndërtimin e martenitetit. Ku në fillim, në vitin e parë, ne duhet që të marrim rasatin që është kormilli fillestar, që e marrim nga Italia faktikisht, dhe farat vjen nga Italia. Domethënë është kormilli i rritur, është gati për mbashtim. Do shkojmë tek ajo pjesë që klasifikohet si materniteti? Patjetër, le të shkojmë. Duke qenë se më thatë që farën e merrni nga Italia, nxitim si lind pyetja, pse jo nga Shqipëria? Përgjigjja është shumë e thjeshtë, sepse ne nuk kemi kormill të kultivuar në Shqipëri. I vetmi kormill që mund të gjejmë të këtij lloji, mund të gjesh nëpër baçe dhe nëpër shtëpia ku ka bim, ku ka në fshat, mund të gjesh, po gjen sasi shumë të vogla dhe nuk ke aq shumë sa për riprodhim, plus që nuk janë të kultivuar dhe kur kultivohen këta rriten dhe janë gati për mbashtim. Kurse ato që gjejmë nëpër baçe janë akoma të vegjël dhe të parritur. Kjo është parcela e rritjes. Kjo është parcela e rritjes. Në këtë parcelë të rritjes, këtu kemi sasi të konsiderueshme kormilli që është brenda. Nuk mund të themi me eksaktësisht sa, por te këto parcela ka të paktën 1 ton e gjys kormill, edhe të mesëm edhe të madh, që janë gati për tu vënë në tharje. Këto rrjetat shërbejnë për ta mbajtur kormillin brenda ushqimit të tyre. Dhe ata të mundohen gjatë për të dalë për të kërkuar ushqim tjetër, por rikthehen prapë nga që gjithë rrugicat janë të pastra dhe ne nuk lëmë hapësira që ata të na dalin jashtë. Momenti më i mirë i kormillit që del dhe ha ushqimin është darka dhe mëngjesi herët, kurse tani janë në fazën e rikthimit brenda në parcelë dhe mbrojtjes nga dielli. Në këto parcela kemi lakër dhe panxhar. Lakra është për ta ngrënë, panxhari është për ta mbrojtur nga shiu, nga breshri dhe për të ruajtur më shumë. Nga rreziqet e tjera që mund t'i kanoset. Çfarë rreziqesh evidente mund t'i kanosen? Kormilli nuk ka asnjë smundje që mund t'i bjerë si kafshët e tjera. E vetmja smundje që mund të bjerë në këto parcela janë insektet që dëmtojnë ushqimin. Këtu jemi te parcelet e rritjes që do të thotë që ky është kormilli i mbetur nga sezoni që kaluam i verës. Në mes korriku, fillim gushti. Domethënë që parcelat duhet jenë gati që edhe kormillat të fillojnë edhe të shtohen. Pra kërkojnë temperatura të larta? Faktikisht qershore. Jo, duan temperatura konstante të tipit 23-24 gradë. Domethënë që të jetë edhe ngrohtë edhe freskët ku ata të lëvizin lishëm. Kurse në temperatura të mira të përshtatshme këta fillojnë edhe lëvizin. Ku lëvizin gjejnë edhe njëri tjetrin për të çiftuar. Këto gjethet që shikoj unë janë harta të ngrëna. Jemi te parcelat e martenitetit, duhet të theksoj që këtu bima ka ngelur vetëm te panxhari, sepse lakra nga të vegjëlt dhe nga ato që janë shtuar është ngrënë totalisht. Shikojmë nga afër atëherë, ndërkohë që edhe operatori Yngesti na shoqëron. Në rastin e tanishëm jemi te marteniteti, i cili në momentin që kanë dalë kormillat e rinj, ata kanë ngrënë pothuajse shumicën e lakrës që është mbjellë këtu. Këtu jemi vetëm në situatën që kemi panxhar. Dhe në këtë situatë tani ne detyrohemi që të jepim ushqim suplementar.
i cili është karota, që këta e hanë shumë, dhe lakra e njom, të cilin ato që hamë në përshpia tonë. Duhet të theksojmë që nuk është karota më e mirë që ne hamë në përshpia, por është mbetja e karotës që këta sido që tjetë e hanë dhe e merë me një kostë më të ullët. Kemi shpenzuar gati 10 tonë ushqim suplementar që të jemi në këtë lloj situate. Në këtë fazë, po them. Në këtë fazë, po. Pastaj, kalon kjo fazë, vjen dimri dhe këta nuk kanë nevojë më të hanë, por këta futen brenda në tokë. Deri në çfarë muaji? Në fillim në mes të shkurtit. Deri në mes të shkurtit. Pastaj çfarë ndodh? Në mes të shkurtit e tutje, këta tani janë në një uri të paparë sepse kanë kaluar dimrin pa ngrënë. Ne do punojmë para se të zgjohen këta, që t'i bëjmë parcelat e reja për t'i rritur bimën dhe për t'i hedhur sërish atje që aty mund të hanë dhe mund të zhvillohen dhe mund të rriten në masën e duhur për një kërmill të tillë. Do të paktën një vit e pak që të arrijë sasinë e tij, masën e caktuar. Dhe sa është sasia përafërsisht që ju mund të merrni pas këtij kultivimit gjatë? Vendet ku ne operojmë që duam të eksportojmë kanë shifra të sakta për kultivimin e kërmillit. Do me thënë që ti do hedhësh 20 kokra për metër katror dhe do marrësh x sasi mbrapsht, që i bie në 1 hektar edhe 7 dylym, ne të marrim një sasi rreth 15 tonë në vit. Sa vite keni që merreni me këtë punë? Kemi hyrë në vitin e 2. Dhe jeni i kënaqur me këtë gjë që bëni? Fillimisht isha shumë i kënaqur se po merresha me bujqësi dhe është me vërtet që të jep një satisfaksion tjetër në krahasim me punët e tjera ose bizneset e tjera. Me thënë duhet ta provosh që ta kuptosh. Në fillim e filluam si një gjë të lehtë, pastaj na u vështirësua shumë sepse kërmidi me vërtet që është një specie e veçantë që ka nevojë për shumë trajtim. Por më vonë, mbasi jam merr dorën, bëhet një punë shumë e thjeshtë dhe nuk ke nevojë të jesh për ditë këtu. Ke mësuar gjithë proceset e punës edhe mund të vazhdosh lirshëm të bësh dhe punë të tjera. Më thatë edhe specifikën e mishit, ky është mish i bardhë? Ky është kërmill me mish të bardhë. Kërmilli i kultivuar është shumë herë më mirë se kërmilli i egër, sepse ha ushqimin që do, merr kalciumin që do dhe çdo gjë domethënë bëhet në këtë lloj forme. Kurse kërmilli i egër normalisht shkullot ku të gjej ushqimin. Plus që këtu po flasim për një racë të veçantë kërmilli që quhet Helix aspersa. Mirë, meqense jemi te vlerat, ne mund të ndjekim një material shoqërues brenda intervistës që ne po bëjmë për sa i përket vetive kalorike që ka kërmilli në vetvete dhe për të dhënë edhe një lloj informacioni edhe për teleshikuesin që na ndjek në këto momente. Kështu do ta ndjekemi edhe rikthehemi përsëri në intervistën sepse s'kemi mbaruar, besoj. Cikli jetësor i kërmillit është i ngjashëm atë të njerëzit. Edhe kërmit lindin në maternitet dhe ndryshojnë disa shtëpi gjatë jetës së tyre. Kërmit janë hermafrodit sepse i kanë të dyja organet seksuale. Jargët e kërmillit ndihmojnë në heqjen e lëkurës së vjetër, në shërimin e lëkurës nga djegjet prej diellit si dhe ndihmon në hidratim. Jargët e kërmillit ose mucina e kërmillit si quhet ndryshe, është e përbërë nga element ushqyes shumë të rëndësishëm për lëkurën, si acidi hialuronik, glikoproteina, proteglokina dhe agent antimikrobial. Kërmilli është i pasur me vlera ushqyese si proteina e antioksidant, të cilët janë shumë të shëndetshëm. Përshëndetje. Mireni. Si jeni? Mirë. Ju mirë? Emri juaj? Qimi. Qimi, më falë që po të ndërpres, se shikoj që je duke punuar në këto momente, po unë të doja të dija se më bëri përshtypje që këtu është grumbulluar pjesa më e madhe e kërmillit në të gjithë parcelat. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh zakonisht edhe nga koha, se kërmilli kërkon një kohë të freskët, mos tjetë temperatura e lartë. Në qoftë se mëngjesi është i freskët, ky vazhdon dhe del jashtë, vazhdon domethënë për të hëngur. Dhe e dyta, në qoftë se kalon pastaj dhe del dielli, ky krijon një strehim për mbrojtje. Po varet nga temperatura. Në këtë kohë që jemi tani, kjo është një kohë shumë normale për se është freskë. Edhe ne, si punëtorë të kësaj ferme, ne mundohemi që mos t'i lëmë në rrugë një, që t'i kapi dielli, dhe vazhdojmë gjithë një mbledhim dhe i hedhim gjithmonë brenda në parcelë, që edhe ky në qoftë se temperatura për shembull shkon e lartë,
Kjo do të thotë që kërmili të krijojë një stre për temperaturën që është, se nuk kërkon temperaturë të lartë. Sa herë ndodh vaditja në ditë? 2 herë, mëngjes e darkë. Domethënë varet edhe nga temperatura, kushtet si mund të jenë të kohës. Mund të shoh kërmilin se ku është dhe gjej dhe vezët brenda. Ashtu ë? Ja tregoj dhe vezët. Për shembull, par dje që isha në punë, për shembull, gjetëm me vezë, me grush me vezë dhe i kam hedhur këtej. Se ne i marrim me gjithë dhe i lëm aty dhe ato lindin. Shumohen vetë. Shumohen vetë, se vezë. Okej. Mirë, Çim, të falenderoj shumë, ju mund të vazhdoni punën. Faleminderit edhe juve. Prapë akoma kam për të diskutuar me Ervinin, kështu që do t'ju gjejmë prapë në proces vaditje. Tu jemi. Punë të mbar. Faleminderit. Mbetur në një gjë specifike për të thënë për sa i përket fazës së maternitetit? Atëherë, doja të shtoja vetëm faktin që gjithmonë kur jemi në rastin e maternitetit, duhet themi që çdo vit gjithmonë duhet të ndryshohet dhe nga kjo pjesë e tokës që jemi këtu, nga këto 4 dylym, duhet paktën çdo vit të zëvendësohemi në një 4 dylym tjetër, për faktin sepse materniteti është shumë intensiv. Dhe bima është shumë intensive dhe ushqimi është shumë intensiv dhe në momentin që kërmillat fillojnë edhe shtohen dhe e rëndojnë tokën, kështu që ne detyrohemi që gjithmonë ta zëvendësojmë në një parcel tjetër. Ne gjithmonë kufizojmë maternitetin me rritjen. Është e domosdoshme sepse kërmillat e vegjël nuk duhet të shkojnë edhe të ngatrohen me kërmillat më dhënë. Po. Kështu që ne gjithmonë bëjmë rrethimin e maternitetit dhe llamarinat valëzuese kanë një të mirë sepse kërmilli nuk e ka shumë të vështirë për të hyrë dhe për dalë nga krau tjetër. Plus që në fund të llamarinës gjithmonë e përthyejmë dhe e lyejmë me graso dhe që ka edhe pak aromë sapuni të grirë që ata mos kërkojnë ushqim përtej llamarinës. Atëre është rasti juaj për të na shpjeguar se nga kuptohet që ky kërmill është gati për treg. Okej, ne tani kemi gjetur një kërmill i cili ka dhe peshën maksimale, por mund të vërtetojmë edhe që është dhe i rritur dhe ka arritur me thënë moshën pjekurinë e dur për tu eksportuar ose për të shitur në tregun shqiptar. Dhe këtë mund ta vërtetojmë nga fakti që po ta shohim kërmillin, nga ky krijon një buzë, të cilën te kërmillat e vegjël nuk e gjen. Që e ka praktikisht edhe kërmilli që kam unë në dorë, të dy janë gati. Të dy janë, thjesht pesha ndryshon sepse normalisht janë bio dhe nuk është se rriten të gjithë njësoj, po thjesht e kanë arritur moshën e pjekurisë. Dhe duke marrë parasysh që kemi këtë vizën e bardhë te kërmilli, brenda, domethënë të faqet e buzët e kërmillit, do thotë që ai është maturuar dhe ka krijuar një mas të fortë që nuk e dëmton gjatë eksportit e kështu, domethënë okej, është rritur. Në rastet veçanta ku kërkohet më shumë specifika për kërmillin, atëherë masi në fillimin e buzës, në mbarimin e buzës që duhet arrijë një shifër të 18 deri 22 mm nga fillimi deri në fund. Kështu që edhe kjo është një arsye, por kjo vjen mbasi ne vërtetojmë që ky ka kthyer buzën dhe është i fortë. Tani besoj se kjo karakteristike tretë që ke vështirë për tu matur kërmill për kërmill. Jo, absolutisht, po kur i rrit bio dhe arrin moshën e caktuar, është e sigurt që të gjitha e kanë. Të gjitha e kanë atë, okej, shumë interesante. Tani do shkojmë te pjesa e tharjes, ku tharen kërmillat që janë gati dhe për tu eksportuar. Ne nuk kemi për momentin që të çojmë treg, atëherë i bie që ne vetëm të thajmë dhe të frigoriferizojmë. Do të fusim në frigorifer. Aty mund të rrojnë më shumë. Mbahen. Por sa kohë mund të mbahen në frigorifer? Kërmillat kanë një gradë te 6 deri në 10 gradë nëse mund t'i fusim në frigorifer dhe zgjasin edhe rrojnë te 3 muaj deri në 6 muaj. Kështu që kemi një hapësirë shumë të gjatë edhe për t'i eksportuar më vonë për gjetur treg të caktuar.
qenë se jemi tek tregu, e gjeni ju apo ju gjen ai juve? Ne fillimisht synojmë tregun me shumicë, i cili është për momentin tani jemi duke fokusuar te tregu italian edhe grek. Më shumë afër jemi atij italianit. Me që e kam provuar këtë, jam shumë optimist për një faktor, jo për shumë. Fakti që në Shqipëri promovohet jashtëzakonisht shumë, edhe unë po e them me plot bindje që kuzhina shqiptare, promovimi i shefave të ri të kuzhinës shqiptare, restorantet shqiptare që janë nga më të mirat që edhe të huajt kur vinë, Kanë dhe larmishmëri. kanë dhe shumë larmishmëri në gatime. E kam me vërtet të lehtë në mendim për ta promovuar dhe për ta futur si një gjë të re dhe një gjë të domosdoshme për kuzhinat që duan të rrisin cilësitë e tyre në gatim. Ka qenë se ju keni kontakt të drejt për drejt me ta, është shtuar kërkesa? Të gjithë po provojnë se si ta gatuajnë, po gjejnë receta, edhe recetat që i ofroj unë, po edhe recetat e tyre, sepse vërtet ka shumë shefa që janë shumë të specializuar në Shqipëri, dhe po arrim një lloj marrëveshje dhe po arrim të fusim edhe kërmilin Helix Aspersa, që besoj që për pak kohë do gjendet në restorantet shqiptare dhe është me vërtet me shumë vlera si ushqim. Ne kemi një shprehje popullore, ja vlen barra që ran. Në rastin e kërmillave, unë them që ja vlen shumë. Sepse është një punë shumë e bukur që kalojnë vitet edhe nuk të merr shumë kohë. Në gjithë të bisedë që zhvilluan bashkë, mua më habiti një fakt, domethënë që keni mbaruar për psikologji dhe keni gjithë këto njohuri. Sigurisht që është fillimi juaj, nuk është se keni shumë vite për të thënë që e keni fituar nga eksperienca dhe këtë informacion, po ju pëlqen shumë të merreni me një fushë që nuk ka lidhje fare me psikologji. Kjo është pyetje shumë e bukur dhe më pëlqen që e bëra. Midis gjithë stresit që unë mund të kem nga puna ime e përditshme, mbas pune kur vi këtu çlirohem komplet, merrem me diçka që është për mua është shumë e nevojshme, është bio, është natyrë. I ka të gjitha të mirat bashkë. Sigurisht edhe pasioni. Po. Përveç të gjithave ne kemi krijuar edhe një ambient për veten tonë që edhe mund të relaksohemi. Ekzistojnë akoma fusha të shfrytzueshme larg metropolit, sigurisht edhe larg atyre ndërtimeve të pafundme me beton. Juve keni, po themi, një manual në italisht edhe për të i ardhur në ndihmë jo vetëm njohurive tuaja, por edhe pjesës specifikave që kërkon ferma. Ky është manuali që është nga Instituti i Kulturës e Helixit në Itali dhe pothuajse të gjitha fermat shqiptare edhe të tjera që janë duke marrë me të njëjtën funksioner, operojnë në bazë të këtij libri. Veticë e kërmillit ne kemi parë edhe në fushën e kozmetikës. Kam tentuar në disa vende ku qendra estetike. Kam marrë një mesazh shumë pozitiv nga trajtimet dhe përveç kësaj duhet të theksoj që dhe në internet edhe në libra po të lexosh pak ka një informacion shumë të bollshëm se çfarë ky lloj kërmilli bën për lëkurën. Mesazhi im është për të gjithë të rinj që të fillojnë të merren me një biznes alternativ si ky dhe gjithashtu shpresoj që dhe restorantet shqiptare ta fusin kulturën e kërmillit në kuzhinat e tyre dhe shpresoj që mos jemi vetmi në Shqipëri që kultivoj kërmilla dhe promovoj këtë lloj fushë. Shumë diskutimeve përfunduam te kultivimi i kërmillit Helix Aspersa. Çfarë do të themi tash? Ne do vazhdojmë. Përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje, do të flasim tash? Unë thash të mos fol. Ej. Krek. A më mirë, punë madhe. Gjërat në fshat jemi, hajde.